Përshëndetje Tirana dhe gjithë Shqipëria. I përshëndes pjesëmarrësit këtu ka nga të gjitha shtresat sociale. Duhet vinë më shumë nga zonat rurale dhe urbane. Të mos ja zgjasim ditët diktatorit. Ky është diktatori kalbur. Duhet të vinë më shumë intelektual. Të marrim masat organizative, të mos derdhim gjak për këtë qerbanit. Se ky është i kalbur. Ky çdo ditë bën plani si të iki, se e di fundin e tij. E di fundin që pret. Këtu ka shumë dhe nga shumë socialistë që unë i njoh që janë të shkënjyer. E kam treguar historinë 6 muaj më para, ky ka vënë huri dhe socialistëve. Ky mbi vetë ti nuk pyet fare. Nuk pyet fare. Them për socialistët dhe të gjitha shtresat sociale, sidomos për pensionistët, që në zonat rurale marrin 100.000 lekë të vjetra, ndërsa në zonat urbane marrin 200.000 lekë. Dhe për vetët, ky është parlamenti turpit. Miratojmë ligjin për deputetët të gjithë të majtë të djathtë që janë të tërë komunistë janë. Miratojmë ligjin për vetën e tyre dhe marrin 4.800 euro. Ky është, ta janë dhe socialistët, Partia Socialiste nuk e nxjerrim dot nga loja asnjë parti. Partia Socialiste është e shkatëruar. E shkatëruar. Dhe zorë se do ta marri veten. Ka shumë pak që nuk janë për lyer në Partinë Socialiste. Të tërë janë të lyer. Ky si fluturon me helikopter, ky është pasha, çat thep sultan. Vet hajdut i papar ikën me helikopter, bën me mafjen dhe e kthejnë përsëri. Ne jemi perëndimor dhe na perëndimi nuk duhet të presim të na ndihmojë Amerikën. Amerika na ka mbrojtur kur do erë. Ne nuk prodhojmë asgjë. Të bëjmë një shtet tamam, t'ja kalojmë rajonit. Ky do të bëj konsullat Shkodër, Turr, të rrethuar nga shqiptar. Për 5 veta që e kanë deklaruar të rem, do të bëj konsullat. Ky është e marr kokën në Lindja, në Vučići. Ky është armiku i popullit. Bashkë Edi Rama. Dhe u bëj thirrje të mblidhen i sa më shumë dhe të mos ja zgjasim ditët fare. Dhe të marrim masa konkrete me durim dhe qetësi. Rama në burg e qeveria e tij. Bashkë Edi Rama, rraf Shqipëria, rraf rinia, rraf populli mrekullueshëm jonë. Ju falenderoj.